Këtë dunja, fatkeqësisht, janë dy kategori të njerëzve. Një grup i njerëzve që jetojnë këtë botë duke pa realitetin e bote, në dimensionin çfarë është kjo jetë, dhe tu e kuptu misionin si njerëz, dhe ka njerëz të tjerë të cilët jetojnë këtë dunja sikurse me pas qenë në ëndër. 90% të jetës nuk e din. 90% të ligjeve së botës si kupton. Dhe mbi gjitha se kupton arsyeën pse këtë botë. Dhe kështu e dekapitulon dhe fundos fatin e jetës së tij dhe në botën e përjetshme. Pra xhërimi me një farë forme na i ngjalli zemrën, besimin, na i heki maskat e falseve të jetës dhe na tha zbritni në rrafshin real sepse jeta është reale. Dhe e dyta vëllezër, për shkakozë ta mbylli këtë agjërimi na mësoi vëllezër se këtë dunja ai që nuk din me çmu gjërat e vogla, ai s'din me çmu të mëdhajat. Apo e shihni vëllezër çfarë jetë jetojnë. E shihni elhamdulillah sot mira i kemi. Po çysh be vëllezër në njëri të lumtur se bëjojnë mesin tonë. A do të më analizu njëri këtë fakt me thonë pse? Pse? Shumë thjesht. Sepse ai që si çmon të voglat, të mëdhajat nuk kanë me bë tuntur. Po jemi kanë një popull vëllezër që ne kanë marrë lakmi të tjerë për lumturinë që kemi pas në familje, në shoqëri, në rreth. Ndoshta kemi pas varfëri të skajshme, por kemi pas diktasi. Ja sot 26 vite mas luftës. Na pasuroi Zoti i Madhërisht. Më shumë se sa që meritojnë. Na dha. Por ne jemi të lumtur. Pse? Sepse ai që se çmon të voglën e madhe i bën për të i bën goditje. Kundër argument. Xhërimi na mësoi me i çmu gjonat me vlerë. Edhe nëse janë të vogla. Keni pa vëllezër një pikë ujë në sofër, tu duke sikurse dynja është e jotja. Keni pa sofrën e iftarit? Një pikë ujë. Një gjysmë gotë. Edhe ti ke thonë elhamdulillah u kthjella, u ngjalla me një gotë ujë. Po aja ke çmu ti çat gotë ujë bajaret. Aja ke ditë vlerën ti çati ujë. Aja din sot. Kje ullë sofrë me qindra sene të mira. A ke trokit e në ndërët ati që ka ushy. Allahu Gjelle Wala mi thonë o Zot, ty të kam falëndërimi. Ti mi ke thonë të mira. A ke bone e. Ne po flasmi këtu vëllezër. Në të sekonda që po flasmi, në çdo sekond, me një pjesë të botës, vdesin 3 persona për shkak mungesës së ujit. A e çmojmë në këtë bëndi. Si shembull për marr ujin sepse është temë e gjallë dhe s'po duam të ndem. Pra Ramazan në mësoj me i çmu senet. O ju rini e dashur, ju që keni lind pas luftës, në na ndëgjoni. E dini që ky popull ju që takoni, baballarët e juve, kur na ka ble dikush një tesh, natën i na çu me këshyr, a është në rafta jo, pe gëzimit. Ju sot keni shumë, por dilni prej shtëpisë të hidhrun me një shtëpi. Pse? Sepse ne prishën balancimet e vlerësimit të jetës. Edhe për ata s'po ka kur gjan për neve vlerë ma. S'ka kur gjan për neve gësi. Humbi gësi. Sepse nuk ditë me çmu gjanat me vlerë. Dhe jeni dëshmitar vëllezër. I vishin festat kombëtare, fedare. Çfarë gjallërie, çfarë gatësie, edhe pse varfëri. Sot i kemi bërbandu fëmijët tonë me shumë gjana, por si kemi mësu me çmu jetën. Prandaj ai s'është i kënaqur. Edhe nëse jeton në luks. Ramazani na mësoi se këtë dunja kush nuk i çmon gjanat e vogla, ai do të zhytet në gjanat mëdha, por do t'i kthehet jetën në bumerang. Do të jeton njëri pa shpirt, pa ndjenja.
dhe do të goditet fort dhe jeta do t'i bëhet merë. E ne do të zbresmin rafshin real, vëllezër. Ti shmojmë gjana që i kemi. Që në ka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në ka mësu për shumë sene të vogla me kon falendërues në Allahu xhelle wala. Ai na ka mësu dhe teshat ku t'i veshmi. Me ba bismillah dhe në Allah ty ta kanë falendërimi që ma kem blua vëretin këtë dunja me të teshat që i duon. Dhe o Zot, bana për atyre që na vesh në akhirat me teshat gjennetit. Se teshat e gjennetit janë ndryshe. Por ai cili se çmon këtë dunja një të mirë, ai çish ka me çmu nesër ahiretin. Në Ramazan vëllezër e mësu, kush a dash mësu? E mësu sa ka vlerë me çmu gjanat me. Veç imagjinohu vëllezër, më pasu në sofër të iftari, me arë iftari, me boj iftar, edhe mos me gjetë sofër t'i qka. Sa ishma në anë jeta? Kishe luftu për një gotë ujë. Para kështu ka arë kjo jetë, vëllezër. Këtë probleme kemi të gjithë, sepse nuk e çmum ata që Allah na jep, dhe po të rëkasme ndikun tjetër. Pastaj nuk i shofit mirat e të bote. është bërë vështirë më ullë me dikan të tavorimi, thonë, a ka bëvdhane e njëri të lundër këtë shoqërien tonë. A ka bëvdhane e njëri që qohët sa bëllat elhamdulillah, kur më misëm ka. Po gjithë tu anë ku. Gjithë. Ta konë plaka në kohë, ta konë trija në kohë, ta konë mosh mesatara në kohë. Pse? Sepse si na ti shmu. Allahu ka thonë më në jetë në Kur'an dhe po e mbylli dhe zërë. Ndëshkimin më të madh që jep Zoti madhëshme njerëzve, ja merr lumturinë dhe ja jep pasurinë. Një prej dënimeve që Zoti e zbret në tokë, te njerëzit, ja jep pasurinë, po ja merr lumturinë. Dhe në ahiret, ka thonë Allahu në Kur'an, ju thot njerëzve, ju që keni dash pasurinë e dunjas, adhhabtum hasanatikum. Ju i keni kry punën ma, i keni hangë mira dunjas. S'ka ma ku shumë shiron sot. Sepse e ke shpërdor dhënë tin që Allah të ka dhënë. E ke shpërdor mirësin që Allah të ka dhënë. Subhanallah. Pra vëllezër të ndershëm, dhe këtu për mbylli këtë temë që kemi fillu. Ramazani na mësoi se fatkeqësisht në këtë dunja ka njerëz që jetojnë në ëndër. Vdekja i trazon, por së kthehen më në jetë. Dhe ka njerëz në jetën se bote që duke i vlerësuar të mirat e Allahut Azza wa Jall, duke u dokë të mirat pak, Allahu e ndërshkon me të mëdhajat, dhe ky ma nuk ka ati këtë jetë, s'ka lumturi dhe s'ka knasi. Andaj krejt që do të bëjmë të dashur vëllezër, të zgjohemi, të ngjallemi dhe të fillojmë të çmojmë gjanat si pas radhitjes që e kanë, dhe të kërkojmë për Zotit Madhërisëm që të na sjellë lumturinë këtë botë dhe të na bën banor të xhennetit atë ditë kur sjemi më mesin e gjallëve në jetën kësaj bote. Sepse nuk ka më këshillues pas vdekjes, dhe nëse këshirmi varrezat vëllezër, të gjitha janë të njëjta. A mund vreli se kush është i pasur në varr dhe kush është i varfër? Kush është me autoritet dhe kush është pa autoritet? Kur të kaloni dhe rreth vorrezave, ku do që t'jenë? Edhe këshirë. A mund e dinë cilë është i pasur i mrena? A mund e dinë cilë është i varfri? As njani se dinë. A mund e kupton çfarë boten atë njerëz? Ata janë atje, qysh e kanë banë këtë dunja? Çka kena mjell? Se kjo dunja është bashkë, çka kemi mjell në bashkë, prandera komë në qitë në shesh. Nëse këna mjellë lula vinë. Kështu është jeta vëllezër dhe kështu është ahireti. Çka të mjellë në këtë botë në me gjithë në ahiret, o Zot bana për atyre që kemi mjellë të mirën. E kemi gjithë të mirën këtë dunja dhe e gjejmë të mirën në ahiret. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Fatiha.